Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Qytetarë të shumt janë mbledhur sot në bulevardin kryesor të kryeqytetit për të protestuar kundër qeverisë. Me flamuj kombëtar dhe pankarta pjesëmarrësit kanë kërkuar reforma politike dhe institucionale, ndërsa tubimi përpara kryeministrisë është shoqëruar me fjalime dhe thirrje drejtuar autoriteteve. Organizatorët kanë bërë të ditur se mobilizimi do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Në mbalvitjen e flamurit kombëtar dhe me pankarta kundër qeverisë, qindra qytetarë janë mbledhur dhe kanë marshuar përgjatë bulevardit kryesor të kryeqytetit në një protestë që sipas organizatorëve përfaqësoi një reagim qytetar ndaj situatës politike në vend. Në tubim kanë marrë pjesë qytetarë nga kategori të ndryshme sociale dhe grup mosha të ndryshme, përfshirë të rinj, student, pensionistë, profesionistë dhe familjarë, si dhe shqiptarë të ardhur nga diaspora. Pjesëmarrësit e kanë cilësuar protestën si shprehje të pakënaqësisë publike dhe si kërkesë për ndryshimet në drejtimin politik të vendit. Pas marshimit, qytetarët janë mbledhur përpara godinës së kryeministrisë, ku janë mbajtur fjalime nga organizatorë dhe përfaqësues të lëvizjes. Në deklarimet e tyre ata kanë ritheksuar 5 kërkesat kryesore të protestës, ku në qendër mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Krahas kësaj, ata kërkojnë krijimin e një qeverie teknike, ndryshime kushtetuese dhe reforma që sipas tyre garantojnë zgjedhje të lira dhe funksionim normal të institucioneve. Gjatë fjalimeve, organizatorët kanë theksuar se protesta nuk ka karakter të përkohshëm, por përfaqëson një lëvizje të vazhdueshme qytetare. Në përmbyllje të tubimit, ata kanë deklaruar se mobilizimi do të vijojë edhe në ditët në vijim, deri në përmbushjen e kërkesave të shpadhura që në nisje të protestës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me protestat që zhvillohen prej më shumë se një muaj në Tiranë, duke theksuar se qeveria po shqyrton me vëmendje shqetësimet e qytetarëve. Në një takim me administratën shtetërore, ai pranoi se ka pakënaqësi të arsyeshme për cilësinë e disa shërbimeve, por nënvizoi se rezultatet e luftës kundër korrupsionit nuk mund të maten vetëm me perceptimin publik. Pas më shumë se një muaj protestash të pandërprera në kryeqytet, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria po përpiqet të kuptojë dhe të adresojë shqetësimet që qytetarët kanë shprehur përmes demonstratave. Në një takim me punonjës të administratës publike, kreu i qeverisë bëri dallimin mes sipas tij pakënaqësive të qytetarëve dhe retorikës politike që shoqëron protestat. Rama u shpreh se protestat përmbanin një mesazh të rëndësishëm për institucionet, i cili duhet dëgjuar dhe përkthyer në masa konkrete për përmirësimin e shërbimeve publike. Më lejoni të sjell këtu një epizod nga shumë epizode që ne po mbledhim për të lexuar si duhet protestën e bulevardit, në atë pjesë të saj që ajo protest ka rëndësinë e vet themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës, nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Kryeministri ndaloi veçanërisht marrëdhënia mes administratës dhe qytetarëve, duke pranuar se një pjesë e pakënaqësive lidhet me mënyrën se si ofrohen shërbimet në institucionet shtetërore. Mungesa e njerëzillëkut është një mungesë të cilën njerëzit nuk janë të disponuar ta tolerojnë me drejtë. Dhe natyrisht që këta nuk janë shumica për fat mirë, sepse ne nuk mjaftohemi vetëm me çfarë shikojmë, siç mendojnë disa, me çfarë shikojmë për raporte. Ne bëjmë përpjekje për të kuptuar si funksionon administrata, edhe kur është jashtë vëmendjes son. Rama tha se për herë të parë sistemi po lufton korrupsionin dhe nuk është ashtu siç paraqitet nga protestuesit. Sistemi për herë të parë po lufton me korrupsionin. Pra është komplet e kundërta e asaj që thuhet Badia Hava. Sistemi po lufton korrupsionin dhe jo voluntarizmi këtu dhe atje. Gjë që natyrisht është shumë e dhimbshme, gjë që natyrisht është njësoj si një therje në sy të gjithëve që krijon turbullir, krijon neveri, krijon pislëk, ndjenjen e pislëkut. Sepse faktikisht kjo gjë po ndodh, po hyet aty ku nuk është hyrë kurrë që nga krijimi i shtetit shqiptar.
Në bazën ajrore të Rinasit është inauguruar shkolla kombëtare e fluturimit, një investim i ri në kuadër të modernizimit të forcave të armatosura. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi e vlerësuan projektin si një zhvillim të rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve të aviacionit ushtarak dhe formimin e pilotëve të rinj si për Shqipërinë ashtu edhe për vendet e NATO-s në rajon. Në bazën ajrore të Rinasit u zhvillua ceremonia e hapjes së shkollës kombëtare të fluturimit, një investim i ri që synon forcimin e kapaciteteve profesionale të forcës ajrore shqiptare dhe modernizimit të forcave të armatosura. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij kujtoi debatet e hershme për këtë nismë, duke thënë se në fillim ajo u prit me skepticizëm, por sot është një realitet konkret që hap dyert për formimin e pilotëve të rinj shqiptar. Sot ne kemi një flotë ajrore tërësisht të gatshme, ndërkohë që na u desh të kalonim nëpër kalvare të paimagjinueshme, historirash me mirëmbajtje, me bllokime, me ngecje, me lloj-lloj çuditërash, dhe tani më jemi plotësisht gati edhe për të përballuar sfidën e përvitshme të sezonit të nxehtë ku betejë me zjarret është e pashmangshme. Rama theksoi gjithashtu rritjen e interesit të rinjve për t'u bashkuar forcave të armatosura, duke cilësuar këtë si një zhvillim pozitiv dhe si një kapitull të ri në raportin mes rinisë dhe ushtrisë. Jemi duke përjetuar një kapitull të ri në raportin e rinisë me forcat e armatosura. E kemi nisur këtë përpjekje me një vështirësi të jashtëzakonshme për të afruar të rinjt, por sot është gjithmonë e vështirë të zgjedhësh midis shumë kandidaturave që vinë, dhe kjo shkollë kombëtare e fluturimit është një tjetër shembull. Kemi një numër të konsiderueshëm të interesuarish, ndërkohë që shkolla jonë kombëtare e fluturimit është e hapur edhe për të stërvitur dhe për të certifikuar pilotët e rinj të vendeve të NATO-s në rajonin tonë, duke u certifikuar nga kjo shkollë nuk janë thjesht pilot të Republikës së Shqipërisë, janë pilot të NATO-s dhe fitojnë një kapacitet për të shërbyer në çdo vend dhe për çdo trup të forcave të NATO-s në rast nevoje. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi e cilësoi inaugurimin e shkollës si një moment të rëndësishëm për forcat ajrore, duke vlerësuar si një hap konkret në procesin e modernizimit të saj. Ai shtoi se investimi i ri përbën një vlerë të shtuar për sigurinë kombëtare dhe për të ardhmen e forcave të armatosura, duke shprehur bindjen se brezat e rinj të pilotëve do të kontribuojnë në mënyrë dinjitoze në misione ushtarake dhe në rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Kreu i Prokurorisë së Posaçme Klodian Braho raportoi në Komisionin e Ligjeve mbi punët vjetore të institucionit, duke u përgjigjur interesimit të deputetëve për hetimet më të rëndësishme të SPAK-ut. Ai shmangu komentet për dosjen konkrete, duke theksuar se çdo vendim do të merret mbi bazën e ligjit dhe provave të administruara. Gjatë raportit u paraqitën edhe struktura që tregojnë rritjen e hetimeve për korrupsionin dhe krimin organizuar. Raportimi vjetor i Prokurorisë së Posaçme në Komisionin e Ligjeve u shndrua në një debat të gjerë mbi hetimet më të rëndësishme që po zhvillon SPAK. Deputetët e mazhorancës dhe opozitës kërkuan sqarime nga drejtuesi i institucionit Klodian Braho për disa prej dosjeve me interes të lartë publik. Një pjesë e diskutimeve u përqendrua te hetimi ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Deputetët e opozitës kërkuan të dinin nëse pas akuzave të reja të ngritura në këtë procedim, SPAK do të drejtohet sërish kuvendit me një kërkesë për heqjen e imunitetit. Gjëja më ajo që presim gjithë ne është a do të ketë një kërkesë për heqje e imunitetit mbi bazën e provave dhe akuzave të reja. Unë sot nuk mund të paranjoftoj apo të parashpall një vendimmarrje. Çështja në hetim, nuk mund të them se si do jetë vendimmarrja, nëse do ketë apo jo, por ajo që u garantoj do jetë një vendimmarrje e bazuar në ligj, në prova që sigurojë hetimi, duke marrë parasysh edhe arsyet se pse kuvendi ka vendosur rrëzimin e kërkesës. Në mbledhjen e komisionit u diskutua edhe hetimi për ngjarjen e 21 janarit. Deputeti socialist Ermal Paçaj kërkoi informacion mbi ecurinë e kësaj dosje, ndërsa Braho përgjigj se procedurat mbeten aktive dhe se hetimet po vijojnë. Jemi thuajse 16 vjet pas vrasjes shtetërore që pret akoma drejtësi të 21 janarit, ku 4 protestues u vranë mes ditës
edhe në mes Tiranës. Ngjarja nuk po zbardhet, autorët e vërtet, organizatorët, urdhëruesit, por edhe ekzekutuesit po sfidojnë njësoj drejtsinë e re sikur bashkë me drejtsinë e vjetër. Pyetja juaj lidhet me një çështje të ndjeshme, me një çështje konkrete, me pretendime për veprime procedurale apo hetimore. Ajo që mund të them është vetëm çështjen e hetim dhe hetimet vazhdojnë. Nuk kam koment tjetër për këtë çështje. Tjetër çështje e ngritur nga deputetët lidhej me mundësinë e dekonspirimit të operacioneve të SPAK gjatë ekzekutimit të masës së sigurisë. Mund të them që po ka patur dhe mund të ketë në hetim procedime konkrete që mund të lidhen me dekonspirimin e hetimeve. Madje në disa raste bashkë me ndjekje penale që prokurorët thjesht kanë bërë për personat e përfshirë në krim organizuar, jo rastësisht, aty kanë ngritur dhe akuzë, ka marrë dhe masë ligjore edhe ndaj punojësve dhe ish punojësve në strukturat shtetërore. Dhe disa prej tyre janë dërguar edhe për gjykim. Në pjesën përmbyllëse të raportimit, Brau prezantoi edhe bilancin e punës së institucionit gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të SPAK, procedimet e reja për korrupsion kanë shënuar një rritje prej rreth 18% krahasuar me një vit më parë, ndërsa krimi i organizuar po paraqitet gjithnjë më kompleks në mënyrën e organizimit dhe veprimit. Gjatë vitit janë hetuar 261 procedime penale në këtë fushë, me 445 persona të vendosur në hetim, shifra që sipas drejtuesit të SPAK pasqyrojnë sfida në rritje me të cilat përballet institucione në luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit të organizuar. Mazhoranca socialiste i ka kërkuar opozitës të mbështesë në kuvend ndryshimet kushtetuese që do të lejojnë zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK-ut. Diskutimi u zhvillua në Komisionin e Ligjeve, ku u ngrit shqetësimi për përfundimin e mandatit 9 vjeçar të prokurorëve të posaçëm. Për herë të parë, edhe kryetari i komisionit, Ulsi Manja, shprehu mbështetje për gjetjen e një zgjidhjeje për këtë çështje. Çështja e mandatit të prokurorëve të prokurisë së posaçme është rikthyer në qendër të debatit politik dhe institucional. Mazhoranca socialiste i ka bërë thirrje opozitës që të bashkojë votat në kuvend për të realizuar ndryshimet e nevojshme kushtetuese me qëllim zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK-ut. Debati u zhvillua në Komisionin e Ligjeve, ku për herë të parë kryetari i komisionit Ulsi Manja u shpreh në një lim me shqetësimin e ngritur nga drejtuesi i SPAK Lodian Braho, lidhur me pasojat që mund të sjellë përfundimi i mandatit 9 vjeçar të prokurorëve të posaçëm. Manja deklaron se kjo është një çështje që kërkon konsensus politik dhe u bëri thirrje forcave parlamentare të bashkëpunojnë për të ndërmarrë ndryshimet kushtetuese të nevojshme. Kushtetuta nuk është tabu. Nuk është tabu sepse ne kemi ndërhyrë disa herë kushtetutë, kemi ndërhyrë dhe për ato që tha zoti Bylykbashi për ligjin e dekriminalizimit dhe që secili e mbron atë pronën e vet se ligji i dekriminalizimit ka qenë në ligjet e para që kemi miratuar në parlament. Mirë është që e miratuam, shqyr që e kemi në fuqi. E kemi prekur kushtetutën edhe kur bëm reformën në drejtësi që bëm këtë zgjidhjen dhe zgjedhjen që ju të kishit një mandat 9 vjeçar pa drejt rizgjedhje, por vetë shtroj pyetjen tani, edhe pyetja është shumë e thjeshtë. Ju jeni prokuror, siç janë edhe armata tjetër e prokurorëve që ushtrojnë funksionet në prokurorit e juridiksionit të përgjithshëm. Tani pse atje garantohet vazhdimësia e karrierës nga një nivel tek tjetri, pa kufizime mandatësh, ndërsa tek kjo që ne vërtet e quajmë prokurorit të posaçme, por nuk thot kushtetuta që ka mandat të përcaktuar kjo prokurori. Edhe unë do t'ju kërkoja kolegëve, sepse kjo do vullnet politik. Kushtetuta nuk mund ndryshohet vetëm me votat e njërës palë. Bashkojmë votat, ta ndryshojmë kustetutën, ta heqim krejt kufizimin e mandatit dhe këta, po pse e vure ti? Jo, 140 vota kemi dhënë për ato. 140. Jo mos ke pse e thu fare ato. I e kundër zgjatjes. Pavarësinë e institucionit. Po pse ku? Për këtë ka thënë komisioni vetë. Po pse janë, po pse çfarë shefte ata aty? Testohemi 140 vota parlamentit. Po çfarë shefti këta ato? Po çfarë po shefte ata pra? Kemi deputet këtu që tha e votoi pa me sy të mbyll. Edhe ti votoj me sy të mbyll. Po ti ke votuar me sy mbyll ligjin për ndryshimin e nënit 45 kushtetutës për ligjin e dekriminalizimit tani le mos na hap. O zoti Bylykbashi. O zoti Bylykbashi. Të lutem, mos hym këtë debat tani. Shqetësimi për përfundimin e mandateve të prokurorëve të SPAK u ngrit edhe nga kreu i institucionit Lodian Braho, i cili paralajmëroi nevojën për një zgjidhje ligjore që garanton vijimsinë dhe funksionimin normal të prokurisë së posaçme. I njëjti shqetësim ishte artikuluar më herët edhe nga paraardhësi i tij në krye të SPAK-ut Altin Dumani. Diskutimet pritet të vijojnë në nivel politik, pasi çdo ndryshim i kushtetutës kërkon një shumicë të cilësuar votash në kuvend dhe përrjedhoi konsensus mes mazhorancës dhe opozitës.
Policia e Tiranës ka vënë pranga 19 persona pas incidenteve të ndodhura gjatë protestës së të njëjtës para kuvendit. Të arrestuarit dyshohen për sulm ndaj punonjësve të policisë, dëmtim të pronës dhe përfshirje në akte të palishme gjatë tubimit. Bilanci i ngjarjes përfshin 15 efektiv të lënduar, ndërsa ndihmë mjekësore kanë marrë edhe disa protestues. Policia e Tiranës ka vënë pranga 19 persona të cilët dyshohen se janë përfshirë në incidentet e ndodhura gjatë protestës së zhvilluar të njëjtën përpara kuvendit të Shqipërisë. Sipas njoftimit zyrtar, të arrestuarit janë konstatuar duke kundërshtuar dhe goditur me sende të forta punonjësit e policisë së shtetit, se duke shkaktuar dëmtime në një automjet policie. Po ashtu, disa prej tyre dyshohet se kanë sulmuar edhe deputet gjatë zhvillimit të tubimit. Ndaj tyre rëndoi gjithsej 7 vepra penale, mes të cilave shkatrim prone, kundërshtimi punonjësve të policisë, goditje për shkak të detyrës, prishje e rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grëmbullimet palishme, mosbindje ndaj urdhrit të lishëm dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit. Në vijim të hetimeve, policia e Tiranës ka shpadhur në kërkim 6 persona të tjerë, ndërsa 12 të tjerë po procedohen në gjendje të lirë. Gjatë protestës u hollën sende të forta në drejtim të efektivëve. Janë lënduar 15 punonjës policie, ndërsa nga ana tjetër disa protestues janë paraqitur në spital për ndihmë mjekësore. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, është shoqëruar nga paraburgimi i Durrësit në gjykatën administrative për seancën që lidhet me padinë e tij kundër prokurorit Olc Dado, ku kundërshton vlefshmërinë e emërimit të tij. Procesi zgjati vetëm pak minuta për shkak të mungesës së avokatit mbrojtës dhe me dakordsinë e palëve u shtyp për më 24 korrik. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, është shoqëruar sot nga paraburgimi në Durrës drejt gjykatës administrative të shkallës së parë, ku është zhvilluar seanca gjyqësore në kuadër të padisë së tij ndaj prokurorit Olc Dado. Veliaj kundërshton lishmërinë e emërimit të tij në detyrë duke e konsideruar atë të palishëm. Seanca në gjykatë ka zgjatur vetëm pak minuta pasi në sallë mungonte avokati i Veliajt. Për shkak të kësaj rrethane procedurale, palët eran dakord që procesi të shtyhet dhe gjykata caktoi datën 24 korrik për zhvillimin e seancës së radhës. Gjatë paraqitjes në gjykatë, Veliaj e ka komentuar shkurtimisht situatën me një batut duke thënë: "Unë pa punë jam", ndërsa nuk ka lexuar deklaratën e përgatitur më herët për seancë. Sipas burimeve, qëndrimet e tij janë shpërndar më pas në mënyrë zyrtare përmes zyrës së shtypit. Në reagimin e publikuar, Veliaj ka ngritur edhe pretendime që lidhen me vendimet gjyqësore mbi masën e sigurisë ndaj tij, duke theksuar çështjet e proporcionalitetit të paraburgimit në raport me funksionimin e kryetarit bashkisë. Ai ka përmendur gjithashtu edhe trajtimin gjatë qëndrimit në paraburgim, duke i konsideruar këto elemente si pjesë të debatit juridik që po zhvillohen në instanca të ndryshme. Kryebashkiaku kërkon anulimin e dekretit presidentit që emëron Dadon prokuror në vitin 2008, pa shkollën e magjistraturës. Pale pa ditur është edhe presidenca. Dy aksione të policisë së shtetit të zhvilluara në Divjak dhe Has kanë zbuluar një ambient për përpunimin e kanabisit dhe një tjetër rast të kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë operacioneve u sekuestruan 44 kg kanabis, ndërsa disa persona u arrestuan, të tjerë u shpallën në kërkim ose u proceduan penalisht. Një ambient i përshtatur për tharjen dhe përpunimin e kanabisit të zbuluar nga policia e shtetit në zonën e rezervuarit të Divjakës gjatë operacionit të koduar koordinimi. Aksioni u ndërmor pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, ndërsa gjatë kontrollit në një sipërfaqe toke shtetërore u gjetën 44 kg lëndë narkotike kanabis sativa. Prej tyre 37 kg ishin në proces tharjeje, ndërsa 7 kg të tjerë ishin përpunuar në formë boçesh dhe gati për trafikim. Në vijim të hetimeve, 3 punonjës të administratës rajonale të zonave të mbrojtura në qarkun Fier janë proceduar penalisht për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, pasi dyshohet se nuk kanë ushtruar kontrolleve dhe përgjegjësitë që i ngarkon ligji. Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për identifikimin dhe kapjen e personave që kultivuan dhe administronin lëndë narkotike. Një tjetër operacion u zhvillua në fshatin Vlla të bashkisë Has, ku policia goditi një rast të kultivimit të bimëve narkotike. Si autor të dyshuar u identifikua një 17 vjeçar dhe 2 djemtë e tij. Gjatë ndërhyrjes në Prag kanë përfunduar një moshuari dhe njëri prej djemve, ndërsa djali tjetër është shpadhur në kërkim. Për këtë rast është proceduar penalisht dhe kryeplaku i fshatit për shkak të dyshimeve se nuk ka përmbushur detyrimet ligjore që lidhen me parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Policia e shtetit bën të ditur se kontrollet në të gjithë territorin do të vijojnë në kuadër të planit kombëtar për goditjen e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe
të përvojën përpara përgjegjësive të çdo personi të përfshirë në këto veprimtari të palishme. Të nderuar teleshikues, në vim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 4 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në reliefjet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, kryesisht në juglindje, por pa reshje domethënëse. Temperatura do të shënojë një rritje të lehtë duke rikthyer mot tipik veror. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 31 gradë Celsius. Peshkopi 16 deri në 29 gradë. Tiranë 19 deri në 34 gradë. Durrës 24 deri në 31 gradë. Kavaj 23 deri në 31 gradë. Elbasan 20 deri në 34 gradë. Berat 20 deri në 34 gradë. Korç 13 deri në 27 gradë. Vlorë 23 deri në 31 gradë. Gjirokastër 17 deri në 33 gradë. Sarandë 23 deri në 31 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 4 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira kalimtare, por pa reshje të rëndësishme. Temperaturat do të shënojnë në rritje të lehtë krahasuar me ditën e mëparshme. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të këndshme dhe mod të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 15 deri në 30 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 29 gradë. Skënderaj 15 deri në 30 gradë. Pej 15 deri në 30 gradë. Prishtinë 15 deri në 30 gradë. Gjakov 16 deri në 31 gradë. Malishev 16 deri në 31 gradë. Qilan 15 deri në 30 gradë. Perizaj 15 deri në 30 gradë. Kaçanik 14 deri në 29 gradë. Suharek 16 deri në 31 gradë. Prizren
16 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, që ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ, së bashku do të rishim në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.